Ne kemi dhënë zgjidhje, edhe atë realisht e kemi bërë pas një kundërvlerë, pas kemi kërkuar asgjë nga vetëvendosje, deri tani kemi propozuar 3 emra që mu i votojnë, e dini, është Saranda Bogojevci, Shqipe Selimi, edhe Glau Konjusa. Nëse sot do të kishim njërin nga këta 3 emra, pas një kërkesë, pas një kusht, ne do t'i votojshim. Edhe për këtë edhe erdhem realisht në seancë, me shpresë mos rastisht ka ndryshim, se për këtë emri Zoti Limaj nuk kemë ndonjë qendrim, pra s'ke marrë një qendrim të tillë. Ato janë pjesë e interesimit tim. Kush me kënë takohet, më tutje është diçka mos i përbën ai lajm. Ajo që është interesimi imi është me e zgjedh kryetarin e kuvendit, ose kryetaren, edhe ne kemi dhënë 3 emra që ja japim votën pas një kusht. Edhe këtë nuk kemi kërkuar as që të jemi bashkë me opozitën, në këtë rast as me PDK-n, as me LDK-n, pas një kusht, pas një kërkesë. Nëse na japin këta 3 emra, një nga 3, sot e kishim votuar dhe kishim kaluar në tema tjera. Nëse vetëvendosje që ka numrat për qeveri, prap mundet me bllokue konstruimin e plot kuvendit të 9 kryetar, po kishim mujt paktën me zgjedh kryetarin dhe jemi për.